Allahu manushëm rëdojë thotë Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit të tij kur ai ju fton për tek ajo që u jep jetë. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi, dhe dijeni se Allahu manushëm ndërhyn mes robit dhe zemrës së tij, wa annahu ilayhi tuhsharun, dhe ju tek ai do të grumbulloheni dhe do të tuboheni, pra do të ringjalleni. Kthehemi sërish ke ky ajet madhështor kuranor i surës Anfal. Surja Anfal konsiderohet nga suret më të rëndësishme dhe më të gjata medinase. Ndryshe Anfal do të thotë plaçkat e luftës. Yes'alunaka 'anil anfal, qul al anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Të pyesin ty o Muhammed për plaçkat e luftës. Thua ju atyre se ndarja e tyre është kompetenca Allahut manushëm dhe pejgamberit të tij, por fakti i madh është se ju tek ai do të ktheheni. Sapo ndodhi betejë e Bedrit, ishte një betejë madhështore e pa planifikuar, fatikisht. Megjithatë me kaderin e Allahut manushëm ndodhi. Pasi ndodhi kjo betejë duke qenë betejë e parë reale e muslimanëve, triumfuan muslimanët. Menjëherë gjëja e parë që ndodhi ose fenomeni i parë ishte se u përballën me dynjan, domethënë me plaçkat e luftës. Muslimanët kishin ardhur në Medinë, ishin privuar nga malli i tyre, pasuria e tyre, tregtitë e tyre, parat e tyre, kishin lënë shtëpitë e tyre në Medinë dhe kishin ardhur në Mekë. Dhe sapo mbaroi betejë, para syve të tyre kishte kuaj shumë, deve shumë, flori shumë, argjend shumë, plaçka lufte, shpata mburoi dhe përkrenare. Dhe menjëherë u bë objekt bisede, si do ja bëjmë. Si do ja bëjmë? Si do t'i ndajmë? Dhe kjo ishte sprova e parë e komunitetit që kishte edukuar pejgamberi alayhis salam me dynjan. Ata fatikisht ishin bashkuar për diçka shumë të madhe, që ishte feja e Zotit, fjala la ilaha illallah. Mirë, po në momentin e parë që u përballën me dynjan, si dynja, si epsh, parja është epsh i madh. Malli është epsh i madh. Menjëherë aty u vun sprov kush? U vun sprov imani në fjalën la ilaha illallah dhe imani në vlerat që burojnë nga fjala la ilaha illallah, vllazëria, krenaria në fe, pushteti ndaj dynjas, forca për ta dhënë, moralet, sinqeriteti, besnikëria. Komuniteti i muslimanëve ishte ndërtuar me fal urdhrit të Zotit dhe mundit pejgamberit mbi vlerën e kujt? Vllazërisë së sinqert, si fryt kryesor i kujt? I imanit. Dhe ne kemi theksuar se vllazëria e sinqert nuk ka burim tjetër përveç se besimi në Zot. Në momentin që njeriu shkputet nga Zoti, le ta di se s'ka më vllazëri. Ka shok, ka koleg, mos harrojmë këtë, është shumë e rëndësishme kjo. Në një shoqëri që mungon imani, besimi në Zot, aty nuk ka vllazëri. Dhe kjo është parim civilizimi, është parim ndërkombëtar. Qa na thonë ato baballarët e civilizimit sot? Nuk kemi armisht përjetshëm dhe nuk kemi misht përjetshëm. Është e madhe shumë kjo. Nga buron, sepse ky është një civilizim që e ka mohu besimin në origjin. S'ka besim, nuk ka frikë në Zot, nuk ka hatër Zoti. Dhe aty ku nuk ka hatër Zoti, ku nuk ka frikë Zoti, ku nuk ka besim Zot, ç'a ndodh? Marrëdhënia do zëvendësohet me çfarë? Me interesin, me forcën. Pragmatizmin, që ne kur themi pragmatik, dhe ka njerë mburim kur themi njeri pragmatik. Çdo thot njeri pragmatik, që shef me ja vetëm interesin, nuk shef gjë tjetër. Ka pare, bura, ti je miku im, ti je shoku im, ti je vllau im, ti je kolegu im. S'ka pare, i Allah njerë në vit me ta çojë mesazh të dish për nder. Kurse marrëdhënia e muslimanëve ishte kultivuar mbi bazën e kujt? Mbi bazën e imanit në Zot. Ishte shndruar në vllazëri, në drejta dhe detyrime morale, po dhe materiale. Ndodhi betejë e Bedrit. Menjëherë u përballën me çfarë?
Me plaçkat e luftës, mi pa çfarë ndodhi? Ndodhi një barazim shumë i rrezikshëm. Në ato momente, ata që u sprovuan me plaçkat e luftës se nuk u sprovuan të gjithë. Me çfarë duhet ishin gëzu? Ku duhet i thoshin Allahu Ekber? Triumfi të vërtetës, fjala la ilaha illallah dominoi. Fjala la ilaha illallah dominoi. Mirë po, antenën e gëzimit dhe kënaqësisë ku orientuan ka ato plaçkat e luftës, pa kuptu dhe pa dashje, u unifiku kush, u barazu kush. Motivi fillestar që ishte lufta për hatër të Zotit, për fjalën la ilaha illallah, me kë? Me plaçkën e luftës. Sepse ajo që vërteton se sa realisht me fjalë e duam fjalën la ilaha illallah, është komunikimi në jetën e përditshme dhe veçanërisht në ato raste kur na cënohet me fjalë dynjaja jonë. Marrim më pak apo marrim më shumë, aty kuptohet fjala la ilaha illallah. Pranaj, dhe në këtë sura Allahu manushën zbret të ajet madhështor. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahu dhe pejgamberit e tij kur ai ju fton për tek ajo që u jep jetë. Pra ajo që na jep jetë, na thot Allahu manushën, kush është? Allahu manushën më dërgoi pejgamberin sa sem për të na dhënë jetë ne, për t'i dhënë jetë mendjes tonë. Për t'i dhënë jetë mendjes tonë. Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet vërtetës. Po njëkohësisht duke na tregu edhe menhexhin, edhe metodën e kërkimit dhe komunikimit me të vërtetën. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Na e ka ndriçuar mendin Allahu manush me dritën e të vërtetës. Dhe duke na e mbajtur në mënyrë të vazhdueshme arsyeën lidhur me këtë burim të vërtetës. Pra lexo. Ti arsye, ushqimi jot i vetëm kush është? Dia. Lexo. Në emër të kujt? Në emër të Zotit. Që edhe të nxësh, po njëkohësisht edhe të ndriçohesh, sepse arsyeja moderne dhe postmoderne duke u shkput nga Zoti, sa ma shumë ka kërku, aq ma shumë është errësu. Sepse ka kërku në çfarë? Në të pavërtetën. Ose më drejt ka kërkuar në ato që ndryshe mund quhet një demonstrim, një aspekt i demonstrimit të vërtetës. Ya'lamun zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ata, pra që me arsyeën e tyre e kërkojnë të vërtetën, por të shkputur nga Zoti, din një sferë të thjeshtë, shikoni, ya'lamun zahiran, një aspekt të thjeshtë të aparencës së kësaj bote. Pa nuk e din gjithë aparencën, një aspekt të thjeshtë të aparencës së kësaj bote. Dhe kjo i mundon mas shumë të shkencëtarët sot. Sepse thot sa ma shumë kërkojmë, sa ma shumë analizojmë, sa ma shumë me përdorim laboratorin, aq ma shumë na shtohet çfarë? Padija. Mahnia. Përgjithësi dia është për çfarë? Për ta madhnu, për ta bërë fort, për të na krenu. James Webb, ai teleskopi i madh sot, një nga fenomenet që po shkakton ke shkencëtarët është se po i tromax. Është zbulu një vrim e zezë kohët e fundit, që bëhet fjalë me fjalë, këtu e 100 milion distancë kohore mes nesh dhe ti. Ta çuditët. Pra zbulon vrimat zeza, më përpara kanë qenë teori. Vrimat e zeza kanë qenë teori. Sot me fjalë i po i shohim nëpërmjet teleskopit. Mi po jemi të paaft me i shpjegu. Dhe sa ma shumë zbulon bëhet me fjalë njeriu mendja njerëzore si puna atij që zhytet në oqean, ai fatikisht po zhytet. Dhe në këtë aspekt mburet, mi po kjo mburje zvenitet sepse sa ma shumë zhytet aq ma shumë i shtohet çfarë? Panjohja, e panjohura. Do të thënë padia, përjedhoj konfuziteti, përjedhoj stresi, përjedhoj humbja. Kurse Allahu manushëm thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. E krijoi njeriu nga i pik, gjaku e ngjizur e deri në fund të jetës kuranore. Pra, Allahu manushë ka dërguar pejgamberin. Ky është aspekti, një nga aspektet kryesore që duhet të studiojmë ke jeta e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Çfarë? Të studiojmë se si pejgamberi alayhisalatu wassalam edukoi njeriu në gjallë, njeriu në gjallë. Njeriu me jetë, me mendje të gjallë, me shpirt të gjallë, me emocione të gjalla, me morale të gjallë. Sepse ky ishte misioni kryesor i pejgamberit alayhisalatu wassalam, të edukojë njeriu në gjallë, po njëkohësisht
i cili din në mënyrë të vazhdueshme ta ushqej me dritë mendjen e tij. Dhe siç e kemi thënë, në momentin kur njeriu ngrihet në nivelin e fjalës la ilaha illallah, është ngrihet në nivelin më të lartë të vërtetave dhe e shikon se sa e vogël është dynjaja. Arsyeja pa Zot është si puna e atij krimbit brenda trungut lisit. Vazhdimisht gërmon, e keni paraqitur ai vazhdimisht gërmon. Fatikisht ai trungu i lisit është shumë i madh. Atij krimbit i duket me fjalë ai po bën minjera të mëdha brenda në trung. Kurse kur njeriu me arsyeën e tij ngrihet në nivelin e fjalës la ilaha illallah, e shikon dynjan shumë të vogël. Pse? Sepse njëkohësisht kupton se dynja me gjithë këtë madhështim vetvete nuk është gjë tjetër përveç se një mekanizëm në shërbim të njeriu. Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wal ard. A nuk e shikoni se Allahu mandushëm ka nënshtruar për ju çka në qiell dhe në tokë. Dhe kur ngrihet njeriu në nivelin e fjalës la ilaha illallah, shikon qiejt dhe tokën të nënshtruar për të. Dhe sa kaq natyrshëm e dominon me arsyeën e tij, se dominanca o xhamat është këtu, pastaj këtu. Pra ne çuditeshin ato persët e mëdhej dhe bizantët e mëdhej, si ka mundësi? Si ka mundësi që u bët kaq të fuqishëm edhe kaq të mëdhej dhe kaq guximshëm? Sepse njeriu po u bë i madh këtu edhe këtu, atëherë është i madh edhe në terren. Prandaj madhështia dhe fuqia është këtu edhe këtu. Pejgamberi alayhisalatu wasalam u dërguar për t'i dhënë jetë shpirtrave tonë. Thot Allahu manush me yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Allahu manush me atë që don me e drejtu, ja zgjeron, i jep jetë, i jep frym kraharorit të tij me islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Kurse atë që do më humb, i angushton kraharorin, ja bën të ngushtë dhe i duket sikur më ngjit në qiell. Sa më lart ngjitesh as më pak frym merr. Pra ne ata ngjiten nalt me fjalë kanë ato veglat e veta për të marrë frym, se s'ka frym atje, nuk ka oksigjen. Kur je në një vend që s'merr frym, ngushtohet kraharori. Del në bjeshk ose në natyrë, mushet kraharori me ajër. E vërteta e Islamit me cilën u dërgu pejgamberi alayhisalatu wasalam është çfarë? Fryma dhe oksigjeni i kraharorit, i zemrës dhe i shpirtit. Pra ne do ta gjesh robin e Zotit që thot la ilaha illallah dhe në vështirësitë më të mëdha çfarë thot? Alhamdulillah. Ka për ta bërë Zoti mirë. Dhe çuditë ti, por ku e gjithë këtë qetësi, por ku e gjithë këtë siguri? Dhe të vjetë po si ka mos ia bëj gjithmonë optimist i jep zemër. Subhanallah. Pa nuk i beson Allahut mandon që është Rabbul Alamin? A nuk i beson Allahut që është Zoti i gjithë botrave? A nuk i beson Allahut mandon që ka në dorë khazain e samawati wal ard? Hambarët e qiejve dhe tokës. A nuk i beson atij që ka ndor pushtetin e qiejve dhe tokës? Walillahi mulku samawati wal ard. Te Allahut janë pushteti i qiejve dhe i tokës. Xhamati nderuam, kjo është sfera kryesore ku duhet reflektoj brenda nesh fjala la ilaha illallah. Nuk ka pamundësi, muslimani nuk e njeh pamundësinë. Koncepti i pamundësisë ke muslimani nuk ekziston. Pse? Sepse i ka besu këtij Zoti që ka ndorë gjithçka. Nuk ekziston pamundësia dhe ke vetja. Vallai u bëko me fjasun e lan filan gjë, subhanallah. Të vjen Allahu manush dhe të trajnon. Mi po kush ngrehet në to nivele të larta, thot patjetër që ka mundësi ndaj vetes time. Prandaj me fjalë urit ai brezi i parë, që pastaj dominoi kohë edhe Persinë edhe Bizantin. Pra ne theksojmë gjemrasin, ritheksojmë xhamatin nderuar. Kujdes mos e vrasim shpirtin ton me pesimizëm dhe negativitet. S'bën, s'kthen, nuk ja vlen, kemi marrë fund, po gjithçka nuk funksionon, sepse kjo të bën me fjalë si puna të verbrit, që edhe kur ta jep Zoti mundsinë e shef me sy, nuk të hyen sy. Me sy e shef që është e mundur. E ketë mundur me e bë, nuk e fut konsiderat. Kurse kjo dritë shpirtërore të bën çfarë? Që edhe mundsinë më të thjesht ta shikosh një nimet për Allahut mandushëm dhe ta fusësh në punë. Edhe ke parasysh në shumë raste ke një kanal të madh përpara duhet me e kaluan e matan. Të duhet thjesht një gur i vogël, aty në mes me vnu majën e kamës me kalu. Çfarë thot pejgamberi alayhisalatu wassalam? Kush gdhihet mëngjes men asbaha, ai i cili gdhihet mëngjes,
indahu qutu yawmihi, asbaha aminan fi sirbihi, muafa fi badanihi, asbaha kana ad-dunya asbahat lahu bihadhafiriha. Kush gdhiet në mëngjes dhe është mirë me shnet, ka ushqimin e ditës, është i sigurt në familjen e vet, ai është gdhi sikur me e pas dynjan me gjithë çka brenda në dorë. Thuaj alhamdulillah. Edhe shifi këto mirësi që të ka dhënë Zoti si mundësi për të shkuar përpara. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, i shkoi dikush i tha pejgamberit Zotit janë fukara. Tha, ke një stre me fut kokën, po, a je i martu, po, ti je më i pasër se unë. Se me të vërtet, në dynja nuk ka gjë më të rëndësishme sa një grua e mirë. Dynja. Nuk ka gjë më të rëndësishme sa një grua e mirë. A je i mbulu? Pra ke qati mbi kokë? S'ka rëndësime me qira, apo me... A ke qati mbi kokë? Pra sot, a nuk e flet me i fjalë, a nuk e i detyru me flet për jashtë apo në qatë? Thuaj alhamdulillah, është mundësi që ta ka dhënë Allahu manushëm. Mirë, po kur e reflekton njeriu këtë, kur është i lidhur me fjalën la ilaha illallah, dhe kur e ka njoft Allahun e mandueshëm me cilësitë dhe me atributet e tij, edhe kështu zgjohet zemra dhe kështu merr jetë shpirti. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam në momentet më të vështira të jetës tij, në betejën e Hendekut në vitin e 5, Allahu akbar, u shliru Persia, u shliru Bizanti, u shliru Egjipti, u shliru Jemeni. Mi po hipokritët që thonin la ilaha illallah, po se kishin kuptuar këtë aspekt. Qa tha, ne kemi frikë me dal në derë të vogël, kurse ky na thotë u shliru kjo, u shliru ajo. Me u pejgamberi sa se nuk jam ushtet do të menë, ose me drejtësisht e angazhu mua mush menë. Pse? Sepse duhet me e kuptu fjalën la ilaha illallah në fillim. Prandaj o xhamat, momenti që na shkon mendja me qenë me bë filozofin duke dhënë mend bën kjo as bën ajo etj me radh, do me thënë me radh pre e pesimizmit dhe e demoralizimit, le ta dim se kemi të cënu këtë sferë të reflektimit fjalës la ilaha illallah, dhe aty kemi shpreh konkretisht se ne nuk e kemi kuptuar fjalën la ilaha illallah. Pejgamberi alayhis salam erdhi për t'i dhënë jetë edhe moraleve tona, deri atje sa që pejgamberi sa sem reflektonte mëshirën ndaj zogut. Një ditë pejgamberi ishte me shokët e tij ndër pemë, pa shkoj të strehohet në një pemë dhe pa një zog të vogël, pa një harabel, që ishte shumë i trazuar, dhe pa që po vërtite rreth foles. Tha pejgamberi sa sem, kush ja ka trazu zemrën kësaj nane? Tha, qetësonja zemrën, ja këtë një zogjt. Thot pejgamberi, busjesha është sadaka, fjala e mirë është sadaka. Pra muslimani reflekton këtë të brendshmën e tij, edhe ke busjeshe e tij, edhe ke fjala e tij amull. Muslimani nuk plago zemra me fjalë. Dhe në aspektin e moraleve të jashtme, sfera e parë ku reflektohet fjala la ilaha illallah xhamat është fjala. Pra sfera e parë ku reflektohet besimi real në fjalën la ilaha illallah është fjala. Shife këtë gjuhën si e përdor. Zbut zemra, ledhaton zemra apo plagos zemra. Reflekton butësi, mëshirë, urtësi apo vrashtësi, apo plumb, apo ferra. E para. Kuptohet? Me fjalën njeriu ka ngjall njerëz, me fjalën ka vrarë njerëz. Me fjalën ka bashku zemra, me fjalën ka nda zemra deri ditën e Kiametit. Me fjalën ka shpëtu jetë, me fjalën ka marr jetë. Me fjalën ka ndërtu familje dhe shtëpi dhe me fjalën ka shkatru familje dhe shtëpi. Pra njeriu duhet bëj filozofin me fjalë, duhet ta mendoj fjalën kur ta thot, sepse ka efekt shumë të madh. Si puna ati gjyshit me atë nipin e vetë, shikonte që nipi vazhdimisht bëte gabime. E kritikon një herë, e këshillon për s'dyti tjera më radhë, dashuria ishte shumë e madhe për një tjetrin. Dhe një ditë i tha gjyshi, birë, sa e kur të bësh i gabim, ngule një gosht, ke kjo fleta e bukpeshkut këtu le të themi. S'ka rëndësi, mura bukpeshkut. Edhe për ditë fëmia, kur bënte nga i gabim, apo gabimin që bënte, ngulte i gosht, apo një ferë. Pasi u mbush, i tha gjyshi tashmë, sa herë kur ta frenosh vetën nga i gabim, hiqi nga i ferë ose i gosht. Ishte i trajnim shumë i bukur dhe kur arriti nipi ti heqi gjitha gozhdat apo ferrat prej bukës peshku, shkoi me vrap ke gjyshi dhe i tha: "O gjysh, ta arrita me pastru." Tha Zoti trujt, gjysh, Allahu ta shpërblef me të mira, do të forcoft. Po tha hidhi syt pak e buka e peshkut. A është ma buka e peshkut siç ka qenë përpara, shiko vrimat që ka lanë shenjat. Kështu është edhe puna e fjalës.
Kështu është edhe puna e fjalës, prandaj njeriu sa herë thot një fjalë që s'duhet me e thënë dhe e ka kuptuar që ka lëndu zemra, me njëherë duhet me kërku halallëk xhamat. Nëse ka ndaj gjë për cilën shpejt duhet me kërku halallëk, ose kupton që tjetri e ka keq kuptuar, pa e vet akuzu veten, pa e vet kam zhiku veten. Me njëherë ka për dorë thuj e kisha qëllimin 1 2 3 4. Por kujdes duke justifikuar edhe me qëllimin. Në shumë raste fjala bën mu. Ti thua se kisha qëllimin këtu e kisha qëllimin atje. Domethënë ti po flet si ama e zeqës ma e thanës, ma atë fjalën kur ta thush. Nëse tjetri e ke thënë ashtu siç duhet dhe tjetri ka keq kuptuar, sqaroje. Por nëse gjua për një moment të trastoj, me njëherë kërko halallëk, sepse lëndimi është shumë i madh. Pra thot pejgamberi alayhis salam, ittaqillaha haythu ma kunt, ki frikë Zotin kudo që ti jesh, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe pasojë të keqen me të mirë që ta fshi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dhe me njerëzit sillu me moral të mirë. Po e mbyllim këtë zinxhir temash për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një porosi të veçantë. Le të jemi të vëmendshëm ne, edhe ndaj vetes tonë, edhe ndaj fëmijëve tonë, për t'u mësuar jetën e pejgamberit alayhis salam ashtu siç duhet. Ai i cili e beson pejgamberin dhe e njeh dhe e kupton ashtu siç duhet, le ta di se i ka mundsuar vetes së tij një mësues të përjetshëm, i cili nuk të let gabosh asnjëherë. Dhe ai që ka kudvet, ai që ka model, ai që ka shembull pejgamberin alayhis salam, ai është nalësuar në nivelet më të larta të vërtetës dhe të mirësisë, edhe në aspektin e arsyes, edhe në aspektin e shpirtit, edhe në aspektin e moralit, edhe në aspektin e sjelljes dhe të edukatave. Mos i harrojmë vëllezërit tonë në gaza, në duat tona dhe lutjet tona, dhe ai që do të mirë vëllezërve ti i agjen rrugën të mirës.